botërore, që edhe në Kosovë ka marrë ka një zhvillim shumë të madh futbolli edhe të gjeneratat e reja. Edhe këto jemi na edhe mi prezentu talentet e gjeneratave të reja, edhe unë si trejner të shkolla futbollit Almati, edhe personalisht edhe djalin tem Almatin këtu në këtë emision. Almati me shkollë futbollit me emrin Tina. Edhe shkollën. Pak e veçantë. Pak. Si vjet e ke pas një sezon fantastik me grup mosh atu 17 skuadrës Prishtinës. Prej 30 ndeshjeve zhvillume ka arrit me realizu 25 gola në total. Po, është e vërtetë në këtë sezon kam arritur me shënu 25 gola për në 30 ndeshje. Edhe prej tyre kanë edhe 14 asistime nëse s'gaboj. Po, ashtu diçka 14 asistime. Pra nëse kalkulohet kontributi në gola me asista dhe gola del më shumë se sa ndeshje që ke zhvillu. Po, del pak më shumë se Çka ka bu këtë sezon të veçantë për ty? Këtë sezon e ka bot veçantë edhe ardhja e jame në Prishtinë, që është sezoni i parë sa kam marrë në Prishtinë, që kam qenë i ftuar, edhe këto gola e gjitha. Nga Kaçaniku keni vendos me kalu te skuadra e Prishtinës, sezoni i parë po del jashtëzakonisht produktiv, Arben. Po, është në sajat bashkëpunimi që kemi pas me klubin e Prishtinës, edhe na si shkollë e futbollit, kryesisht me koordinatorin e shkollës futbollit Prishtina, Meti Krasniqi, dhe kemi arrit një bashkëpunim të mirë dhe pas asaj kemi vendosur që natë Almati të vazhdon thjesht të jetë pjesë e ekipës U17 të Superligës së Prishtinës dhe ka dalë që të jetë e qellume mbas punës që kanë arrit ato me bë si trejneri i Tina Ardian Haliti edhe thjesht gjithë stafi i Prishtinës. Do të thotë që mendoj që Almati është me një klub që thjesht mësaja të bashkëpunimit që ka pas edhe me ekipin me lejtarët edhe të gjithë stafit ka arrit me pas këtë rezultat që e ka sot në Superligën 2025-26. Në fjalë e vjetër e jona popullore të dardha pik në dardh. A i bjen kjo që Almati e ka ndjek atë rrugë që para shumë vitesh e ke pas edhe ti? Po, unë kam qenë edhe unë futbollist, kam luajtur në klubin e futbollistik Lepensi, kam luajtur e Sharri, edhe kam pas një karrierë të futbollistit. Ajo në bazë kësaj shihet që edhe Almati ka vazhduar rrugën time që e kam pas, dhe thjesht është një talent i futbollit në bazë këtyre parametrave që na i shohim që ka pas edhe ka përcjellë rrugën që na e kemi pas më herët në futboll. Po një sen interesant që e ke pas pak përvojë edhe në Francë, edhe bile ke taku fytyra jashtëzakonisht të rëndësishme të futbollit francez. Po, unë kam qenë në Francë, shkon një qytet i vogël Bergerac, afër Bordeaux. Edhe në atë klub kemi bën një marrëveshje zakonisht bën nëpërmjet komunës, edhe në një ndeshje reviale trajneri ynë që e ka pas përfundimin e karrierës, kanë pas edhe mysafir të ftuar si Jean-Pierre Papin që shkoni prej legjendave të futbollit Milanos, Pavoni i Bordeaux dhe Miku i Real Madrid ka luajtur edhe në Bordeaux, edhe Michel Gladbach, nëse s'harroj. Dhe aty ku më rastismi pa ato kampiona edhe thjesht të shkoni shtytja jamja që përveç futbollit që kum luajtur atë edhe me vazhdu zëjen e trajnerit për shkak se kum pas një lidhje edhe emocionale edhe thjesht e kum dash futbollin tu nis prej prindve që vazhdimisht edhe babi jam vazhdimisht ka shiqu futboll edhe ka përcjell futbollin edhe shmor rreth futbollit. A ka qenë dashnia jote për futbollin realisht nga dashnia e prindit për futbollin Almat në hapat e parë? Po, kjo ka qenë edhe një shtytje nga prindi jam, po gjithashtu edhe nga gjyshi jam, prindi bobës, që më ka shty gjithë, apeten më ka shty gjithë me lujt futbol, tani kam vazhdu në moshën 4 vjeçare. Prej moshës 4 vjeçare? Prej moshës 4 vjeçare kam filluar me futbol, që e kam pas një dashni ekstra për futbolin. Fantastike, ja. Qështë nuk ka du kur e ke marrë vesh që klubi shkolla futbollit e mbane emrin tonë? Është shumë interesant për njerëzit. Kjo është dashnia e prindit për djalin realisht, po kontributit e gjeneratat e reja plus. Po kjo ka qenë edhe një motiv shtesë, me pas klubin emrin tonë është edhe një motiv shtesë. Edhe me dhonë gjithë shka për atë klub sa është emri jot aty. Fantastike. Po du më nalë pak te Prishtina. Njerëzit e kanë afër në shumicën e rasteve klubin, po te ti është shumë ndryshe. Te u thon çdo ditë prej Kaçanikut në Prishtinë.
tregon pak ç'është është rutina jote ditore prej kur zgjohesh nga gjumi e deri te kur mrin te stërvitjet e skuadra e Prishtinës. Se nuk është e lehtë, besoj është distancë goxha e madhe. Po, prej kur zgjohem nga gjumi, shkoj i pastroj syt, dhëmbët, bëhem gati për shkollë, ku i bëj 2 çantat gati të shkollës edhe të stërvitjes. Që i marr 2 me vete, edhe shkoj në shkollë, jam me orar paradite, filloj mësimin në orën 8:30, ku më çon babi deri në shkollë, edhe vazhdoj mësimin aty deri në orën 1, edhe në orën 1 e kam autobusin për Ferizaj, ku e ndroj çantën e la të shkollës dhe e marr të stërvitjes. Dhe pe aty vazhdoj për Ferizaj, tani aty më bjen me ndru autobusin, ku e marr autobusin prej Ferizajt për Prishtinë. Edhe pe aty do të me shku deri te Fadil Vukri, ku është edhe këmbi klubit Prishtinës. Prej aty shkojnë te fusha, edhe vazhdojmë stërvitjes. Tana prap më vjen rutina e njëjtë, me këmbit të ushtrimeve deri në Fadil Vukër, te stacioni autobusa, me autobus Prishtinës deri në Ferizaj, pe Ferizajt për Kaçanek, edhe kështu. A është ky vullneti i madh për sportin apo për futbollin që të bën me u ballafaqu me këto sfida, se s'është e lehtë. Nuk është e lehtë, po është vullnet edhe dëshira shumë e madhe për futbollin edhe dashnia njëkohësisht që e bën gjithë këto pa lodhshme. So ka qenë i vështirë ky sezon në përgjithësi te kategoria e Superligës U17? So ka qenë sfiduese? Ka qenë sfiduese se gjithë lojtarët besojnë moshën time e kanë ëndër me lujt në Superligën e Kosovës, por jo dha që e ron. Jo me thon çfarë që ron. Kjo puna e statistikave besoj është pjesë kur ekipi ka harmoni dhe bashkëpunon me njëri tjetrin. Po, edhe një falenderim i shkon koordinatorit klubit, Met Krasniqit, ku e kena bu një bashkëpunim, edhe trajnerit Ardian Haliti, që edhe me bashkëpunimin e tij me përkrajen e gjitha ka ardhur te statistikat e mia, por edhe njëkohësisht e klubit, se ka harmoni, gëzim gjithat. Ti tashmë e inkuadron futbollin, besoj e përcjell futbollin vazhdimisht, po kështu në skenën evropiane, në skenën ndërkombëtare. Cilin sulmues e kuptova që pozita jote është e qendrës, cilin sulmues realisht e ndjek ose e merr si shembull se mëson prej tina? Si shembull e marr edhe si idol që për pozicionin tim që është nën qendër sulmues, e marr Erling Haaland. Okay. Sa luan me shpinë mirë edhe besoj që jena pak si të njëjtë. Arben, kur e ke vrejt që Almati mundet me pas talentin edhe dëshirën për me marrë me futboll? Zakonisht e moshat e reja, do me thonë është kur fillojnë me ushtru futboll, shiqon disa lëvizje, ma shumë është aktivitet. Do me thonë edhe ky është konë shumë interesum për me pas pjesë, me morë pjesë në stërvitje dhe ka dasht, ka orë me vullnet shpesh edhe gjumi se ka zonë kur kemi stërvitje. Edhe a konë shumë i përpektit. Tash, diçka që vetit që i kum vequ pak të Almati është konë goditje e topit, edhe thjesht, edhe pse në moshën 4 vjeçare, nga një disa lejtar nuk e kanë pas atë goditje që e ka paski, edhe dyta thjesht lëvizje që i ka pas, do me thonë lëvizjet e shpejta, thjesht intuita e hapësirave të gushta, se zakonisht e grumoshat e reja na i bojmë disa gollat vogla, në shumicën e rasteve koni sakt që ka tregu që ka një potenciali dhe mundet me arrit pak më shumë. Edhe në aspektin e zhvillimit fizik, edhe atë ka pas një zhvillim shumë të mirë fizik që thjesht e ka bërë që ai mu kompletu edhe në atë aspekte tjera teknike apo taktike ma vonë të lojës që vinë pak ma vonë, që tash veç ka fillu edhe taman me hinë atë aspektin e sistemit e taktikës apo edhe teknikës. Të shkuet të u bo ma profesional tash? Po, tash edhe po lunë pozicion, do me thonë Almati ka një dhunti që, thamë dhunti, ka talent që ka një fizikos edhe një goditje precize, edhe lunë me 2 këmbë. Do me thonë shumicën e golla dhe pse i ka 25 golla, afërsisht 2-13 golla i ka me këmbën e majtë, kështu që por me qenë një sulmues komplet nuk do të me vrejta është djathist apo majtist. Do me thonë këta e banë ma specifik, edhe e banë ma sak para portës, edhe thjesht nuk mundesh me vrejt me cilën kom po lunë. Goditjet që i përmendi Arbeni i kanë shkaktu goxha të lashën në do turnej ndërkombëtar që ka marrë pjesë. Me sa e kuptova në një turnej njëri për futbollistëve s'ka pranu me hinë lojë shkaku i goditjeve tua të forta, edhe në të dytën gjatë zhvillimit të turneut
pas e ke godit futbollistin, ja ke dëmtu Novëllën. Po, është e vërtet. Që ja kom dëmtu Novëllën, po edhe njëkohësisht një fatkeqësi tjetër që e kalon edhe gjithë futbollin në largu shkak i kësajna. Po një me? Po. E ku ka ndodhur këtë cëllin turne? Në Gjermani, dikon. Në Gjermani, Stuttgart. Me cilin ekip ke qenë atku? Kam qenë në turner me klubin Sharri. Me klubin Sharri. Pra një periudhë të rinisë e ka kalu të skuadra Sharri. Aty kam qenë vetëm me një turner, kur i ka grumbullu disa lejtar, ku më kaftu edhe mu për ndihmën e atij klubit në turner. Okej. Prej shkollës futbollit Almatit, cila ka qenë lëvizja e parë e Almatit në karrierën e tij? Lëvizja e parë e tij unë thashë përmenda si specifike ka goditje, do me thonë goditjet përfundimtare. Edhe lëvizja e parë akon zakonisht e fëmijët e vegjël, se edhe në moshën 4 vjeçare. Jo, në aspektin e klubeve, kur ka lëviz nga klubi Almati, ku ka qenë hapi i radhës? Po, zakonisht është dhe në moshën 15 vjeçare, na i kemi fëmijët në grup moshën deri U15, ka qëndruar aty. Në moshën 15 vjeçare ka lëviz te top futboll, dhe atje ka pas një karrierë, do me thonë ka qenë nën kampion i Kosovës, do me thonë edhe atë vazhdimin e gollave ka vazhduar atje edhe shënimet e golla. Do me thonë top futboll ka qenë një vet, edhe aty ka pas një paraqitje shumë të mirë, edhe mrena dhe jashtë vendit që kanë pas në për turne në Spanjë apo në Barcelonë që ka qenë, edhe aty ka pas një paraqitje shumë të mirë. Po ndonë pak të Almatit e kjo përvoja të top futbollit, çush ka qenë si përvojë, edhe na trego pak më shumë për turne që keni pas në Barcelonë. Kanë shumë interesant, edhe për ka kontributi, po edhe për ka ndeshjet me kundërshtar që tini ballafaqu. Po, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë ku më kam ftu të futbolli, me shku me lujt për to, edhe ka qenë një kampionat fantastik, më thonë edhe aty me 26-7 golla që aty, kampionat, ku edhe o arrita më bun nën kampion të Kosovës në play-off, ku edhe në play-off brenda 4 ndeshjeve arrita mi shënu 9 golla. Pastaj keni marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare. Po, e kemi marrë pjesë në një turner në Span, në Barcelonë, ku kemi luajtur me shumë ekipe të mëdha si Levante, Shamroki, këto. Perfekt. Edhe aty ke pas paraqitje të mirë. Edhe aty kemi pas një paraqitje të mirë ku kam arritur me shënu 5 gola. 5 gola. Po. Këto lëvizjet e Almatit, me një farforme janë përvojë më hershme se sa për gjenerata tjera. A është gabim me thonë kështu? Po, unë mendoj që e ndërtojmë pa karakterin. Është një eksperiencë dhe thjesht na mendojmë që futbolli evropian po ecë pak më përpara, apo thjesht është një eksperiencë me pa dhe nivelin e futbollit tonë, apo është një matje që bëhet me sportista për me tregu se sa mujnë me arrit. Almati unë mendoj që në ato turneje që unë kise tha që kanë qenë pro, se kemi turneret ndryshme që përmbahen, po sidomos kjo e Barcelonës ka qenë turner pro që i ka mbledh ekipet më të mira të Evropës, po edhe të botës, ka tregu që është një nivel që thjesht triton edhe gjeneratat e reja mujnë me arrit më shumë, edhe parafërsisht më konë afërsisht me ato ekipet e tjera evropiane që garojnë nivelin më të lartë, kur dihet që Spanja ka një performancë shumë të mirë me dy ekipe që janë të njoftën, apo them edhe 4 ekipe Real Madrid, Barcelona, apo edhe Atletico Madrid, thjesht që edhe na kemi 3 që thjesht mujnë me lujt nivelin e tyre. Pas tyre paraqitjeve, sidomos këtij sezoni, a është zgjuar interesimi i skuadrave për Almatin? Po, kemi Nuk kemi nevojë me përmend ndoshta emra, kemi interesim në aspektin vendor, ka interesime të mëdha të skuadrave. Unë mendoj që Almati me Prishtinën ka një paraqitje të mirë dhe në fakt ka pas një bashkëpunim të mirë me lejtarët dhe thjesht është ambientu shumë lehtë dhe ka pas thjesht një mikpritje të mirë, po sidoqoftë në futboll gjithçka është diçka që bëhet nëpërmes marrëveshjeve edhe interesave personale të tyre. Kjo është në kohën që do të më zhvillu edhe në fakt duke pa futbollin evropian si Lamine Yamal edhe disa futbollista të ri që thjesht kanë paraqitje në ekipet e para, thash gradualisht që duhet futet edhe thjesht ta provojë edhe ekipën e seniorëve, tu pa aftësitë e tina dhe rezultatet e tina. Edhe në fund, nuk mundem të shupa ta bëllë një pyetje, apo nohet mjaftueshëm edhe apo nohet drejt me gjeneratat e reja të në Kosovë? Po, tash unë jam pjesë e edukimit të Federatës Futbollit, jam trener licencuar me licencës B. Federata ka pas një plan shumë të mirë që ka filluar me licencimin e trajnerave. Unë mendoj që është shumë e mirë, është baza, jo, edhe pjesa e infrastrukturës. Te infrastruktura pak luhet me terrene artificiale, unë shpresoj që pak ajo të hiqet se
po ndikon në zhvillimin dhe lëndimin e lejtarëve, sidomos të lëndimin e muskujve apo të meniskusi e diçka tjera për shkak se janë shumë të forta dhe nuk mbahen mirë. Unë shpresoj që ajo pjesë të ndryshohet, kështu që unë thash mendoj që lejtarët, trajnerët edhe ka ardhur që licencimi shumë i trajnerave dhe ka ekipe të shumta të shkollave të futbollit në nivel të Kosovës, edhe që e ngritë edhe futbollin dhe cilësinë. Kuptohen tani ato gradualisht ato talentat shkojnë në nivel pak më të lartë, kurse këto mbesin një pjesë e tyre në nivelet lokale apo për arktim në futboll, se futbolli s'është vetëm pjesë Përqindja atyne që bëhen profesionistë është shumë e vogël realisht. Është e vogël, po Kosova po dëshmon që ka talenta. Është e vërtet, pajtona plotësisht. Edhe në fund për Almatin, mbet pak me ditë, cilin ekip në Evropë e përcjell edhe cili ekip pëlqen për kaloja. Edhe pse? Ekipi preferum që nga fëminia për mu ka qenë Barcelona. Okej. Ku e kemi ndjekur me gjithë familjarët, edhe më pëlqen se ka lojtarë me potencial, po nuk janë me nemdhej si të disa ekipe. Janë këtë njëjtë, edhe e kanë një harmoni shumë të mirë në ekip. Edhe si vjetë kampion, urime. Faleminderit. Kështu kemi arrit të fundi, unë ju falenderoj shumë të dyve që ishit sot prezent në studion e Radio Dugaxhinit. Me mësu ma shumë për Almatin, po nikosisht edhe për prindin e tij, më na tregu ma shumë detaje për Almatin. Ju dëshoj shumë sukses në vazhdimin e karrierës edhe uroj e shohim Almatin lart e më lart. Faleminderit, unë diçka si u tha Almati ka edhe pjesë e përfaqësuesës së Kosovës. Edhe thjesht ka një eksperiencë edhe në asë, do me thonë Federata e Futbollit e ka banë zbulimin e talenteve, ka veçu këta si një talente dhe ka morë pjesë në Bullgari me U16 në turnirin zhvillimor që është mbajt në Sofia të Bullgarisë. Qysh është ndjenja me vesh fanellën e Kosovës? Ajo ndjenjë nuk përshkruhet asnjëherë me vesh fanellën dhe kur të në fush aty me që i dorën zemër edhe kur fillon himni është një ndjenjë shumë e papërshkrueshme, shumë fantastike. Qështu ka duk kur e ke zhvillu ndeshjet e para me kombëtarën e Kosovës? Ka qenë shumë mirë, edhe aty kemi pasur një ekip të mirë, harmoninë e ekip, shumë mirë ka qenë. Perfekt. Shumë mirë që e potencove, se që mdoli pe radarit. Po, është ja, po është ndjenja ma e mirë për këta. E tha shumë mirë Almati, Kosova është zemra jonë, Kosova është vendi që jemi rrit, Kosova është që po zhvillohet, Kosova është e vendi që thjesht na ban krenar gjithë neve. Na thjesht kemi sakrifiku për një kombëtare, të fillu pi Fadil Vokrit dhe shumë sportista tjerë, për nisi pi Fadil Vokrit, e tash të fundet e Fisnik Aslani, Hajdari, kështu që këto i kanë idola, shpresoj që edhe këto Almati edhe shokët e tina, jo veç Almati të arrin nivelin e tyre të futbollit. Almati ma kesh sjell një dhuratë shumë bukur. Një dhuratë simbolike. Faleminderit shumë për ti. Shkolla e Almatit. Kërpisa për para, edhe emri shkollës mrapa. Kjo ka qenë fanella ime që e kam bordur si i ri. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi për neve të jemi pjesë e këtij. Ke kënaqësi me diskutu. Almat, shumë sukses aty në vazhdim karrierës. Faleminderit shumë edhe për ftesën.